Ka dështuar tentativa e tretë për t'u arratisur nga burgu i sigurisë së lartë në Fier, i Bledar Selmanaj, që pret dënimin për vrasjen e shokut të tij Giuliano Bullari, në një kohë që prokuroria ka kërkuar për të dënim të përjetshëm. Mësohet se tentativa e tretë për arratisje ndodhi mbrëmjen e dieshme, ndërsa gardianët e kanë pikasur në ambientet e ajrimit duke e ndaluar. Sipas burimeve, forcat e sigurisë kanë mundur të ndalojnë momentin që ka tentuar të kalojë rrethimin e burgut në një orar që duhet të qëndronte në qeli. Ndërkohë, burime zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve thanë se Selmanaj pas një konflikti në burg ishte transferuar në sektorin e observimit, ku zakonisht mbahen të paraburgosurit e ardhur nga komisariati. Në këtë sektor, duke përdorur mjete rrethanore, Selmanaj arriti të krijonte një çarje në murin e dhomës, i cili ishte mur ndarës. Përmes saj doli në sheshin e takimeve dhe më pas duke u ngjitur nëpërmjet tubave të shkarkimit, arriti deri në soletën e godinës. Rreth orës 7 të mëngjesit, ai u pikas nga rojet e sigurisë, të cilët ndërhyn menjëherë dhe bën ndalimin e tij. Autoritetet në burgun e sigurisë së lartë në Fier kanë marrë masash të sigurie pas ngjarjes, ndërsa rasti po hetohet. Ndërkohë që i paraburgosuri është vendosur në izolim, Bledar Selmanaj u arrestua më 21 gusht të vitit 2021 në zonën e ish bllokut në Tiranë, 4 ditë pas ekzekutimit të shokut të tij Giuliano Bullari në fshatin Babic të Vlorës për prishje të pazareve të drogës. Në shtator të vitit 2021, ai tentoi vetvrasje në burgun e Peqinit, ndërsa mjekët e kanë diagnostifikuar si person që vuan nga probleme të shëndetit mendor.